Është bërë këtë të shtunë inaugurimi i rrugës së ndërkufitare Kosovë-Shqipëri, konkretisht mes fshatrave Gorozhuk të Kosovës e Pogaj të Shqipërisë në Has. Ky projekt është rezultati i marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë me qëllim të forcimit të lidhjeve infrastrukturore dhe zhvillimit rajonal. Në ceremoninë e inaugurimit të rrugës mori pjesë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti për krah autoriteteve vendore banorëve të zonës, si dhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj. Sot shënojmë për urimin e projektit të radhës rrugor në kuadër të marrëveshjeve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë në zonën kufitare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakisht-Zapod, me vlerë prej 2.6 milion euro, sot inaugurojmë edhe rrugën Gorozhuk-Pogaj me një investim prej afër 1 milion euro e me gjatësi prej 3.7 km. Kjo rrugë i lidh dy komunitete që historikisht kanë qenë një, fshatrat Gorozhuk dhe Pogaj, të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Lidhja jonë me Shqipërinë nuk është vetëm historike e shpirtërore, ajo duhet të jetë edhe fizike dhe në këtë drejtim ne po ecim bashkë me hapa konkret. Të dashur qytetarë e banorë të këtyre zonave, urime dhe egzofshi rrugën. Në këtë ditë solemne, ne nuk inaugurojmë thjesht një rrugë, ne hapim një kapitull të ri në dobit kombit tonë. Rruga Gorozhuk-Pogaj është më shumë se sa asfalt apo gur. Është një urë që lidh dy fshatra, dy treva, dy anë të një kombi. Është një urë që nuk ka kufi për gjakun, për traditën, për kulturën që na bashkon. Dhe ky investim është një testament i lidhjes sonë historike dhe shpirtërore, një lidhje që ka mbijetuar në shekuj. Së bashku me dy rrugët e tjera të protokollit nënshkruar, në shtator të vitit 2023, ne po ndërtojmë jo vetëm infrastrukturë, por ura shpirtërore që bëjnë të mundur që gjaku i shqiptarit të rrjedh lirshëm në damarët e kombit tonë, pa barriera, pa pengesa. Edhe ky është një mision që ne ndajmë bashkë, Shqipëria dhe Kosova. Është një vizion që vjen nga vullneti dhe përgjegjësia e dy qeverive tona. Një vizion për qytetarët tanë, për jetën më të mirë, për një të ardhme ku kufit nuk ndajnë, por na bashkojnë më shumë me njëri tjetrin. Në vitet 98-99, kjo zonë u godit nga bombardime në banesat e civilëve në të dy anët të kufirit nga forcat të serbe. Shumë të rinj ranë dëshmor në këtë anë. Rruga Pogaj-Gorozhuk pritet të rrisë zhvillimin e zonës së Hasit, duke krijuar një lidhje të re jetike mes shqiptarëve në të dy anët e kufirit.